që jam mësye këtij takimit është kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Haradinaj, sakt në kohë 2 minuta para se të filloj takimi. Pra tash po presim se cili do të jetë I dyti që do jam mësy këtij takimi. Pra zgjedhjet edhe 2 minuta në ndajnë nga Haradinaj ishte I pari, kryetari I AK-s, kreu I kësaj partije ishte I pari, I cili përkitin e derën presidencës u pret nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani, për zhvilluar takimin me liderët e tjerë të partive politike. Teksa tash Relinda kush vjen I pari, zakonisht ka kohë më shumë të flasë edhe personalisht me presidenten apo jo. Kosovës Memli Krasniqi. Po tash po e shohim Memli Krasniqin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, I cili po jam mësyen takimit me presidenten Vjosa Osmani. Pra Fedita, siç u duk edhe në pamje, I dyti që jam mësy takimit me presidentën ishte kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Pra tash më kam mbetur edhe kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku dhe ish kryeministri dhe njëherë ish kryetar I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Po Relinda, po presim tek sa vinë edhe kreu I Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, kryetari Vetëvendosjes. Arriti edhe kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Ato pra e priti siç edhe të tjerët presidentja e vendit Vjosa Osmani. Për në orën 13, tashmë kanë arritur I pari, lideri I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe më pas edhe ai Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Mbetet tashmë të vi edhe kryeministri në detyrë, kreu I Lëvizjes Vetëvendosje, parti kjo që doli para nga zgjedhjet në shkurtit dhe që nuk heq dorë nga propozimi për Albulena Agjiun për kryekuvendare. Albin Kurti, I cili pritet të bashkohet takimit të presidentës, takimit të thirrur nga presidentja me përfaqësuesit e të gjitha partive politike, pra me gjithë liderët e partive politike. Më Relinda, më duket se dhe Duda Balje kishte konfirmuar, ishte e ftuar në këtë takim, e pat.